Një 33 vjeçar nga Laçi është vënë në prangat e policisë së shtetit për llogaritë autoriteteve italiane, pasi dyshohet se ka vjedhur në Milano në kuadër të një organizate të strukturuar kriminale. Drejtoria e forcës së posaçme operacionale e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit bën me dije se ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Operacionalia 33, në kuadër të cilit është lokalizuar në Laç dhe është arrestuar me qëllim ekstradimi Klaus Nikolli, 33 vjeç, i lindur në Laç. Sipas policisë, mësohet se ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia, sepse gjykata e Milanos i kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale vjedhja, kryer në rrethana rënduese dhe në kuadër të organizatës së strukturuar kriminale. Ndërkohë, Interpol Tirana vijon të bashkëpunojë me homologët e saj në Itali për të bërë të mundur finalizimin e procedurës për ekstradimin e 33 vjeçarit në vendin fqin në mënyrë që ai të vuajë dënimin e marrë.